Kur e kuptua që basketbolli ka më konë jeta juaj? Në moshë shumë të herët, unë jam konë këtë në tjetër sport, edhe gjithashtu edhe jam konë edhe në shkollën e muzikës. Po, të e po shoqërin, edhe të e po shumë njerëz që në atë kohë ka qenë basketbolli shumë, do me thonë, i popularizum, vendosa dhe gjithu e po që kom qenë pak më i gjatë se tjetë, e kom pas të rrugës që me e provu. Fillimisht nuk kom pas dhe ndjenjë për basketbolli, kom ushtru futbol edhe në shkollën e muzikës, do me thonë, në konë gitarë. Kështu që tu stërvil në basketbolli filloj me hynë qef, edhe posh, do me thonë, talenti jem, edhe knatësia jem, është basketbolli, kështu që dikun rreth moshës 11 vjeçare, do më thonë, jam fut në basketbol edhe në moshën 16 vjeçare veç kom fillu me profesionalizm në basketbol, do më thonë, sot dhe asaj dite ende jam.